Shpesh herë, disa vajza tregohen të pakujdesshme në përdorimin e rrjeteve sociale. Pra, e shikon si gjë normale shkëmbimin e fjalëve të ëmbla thuashme me miqe, me shok, por ndërkohë e harrojnë se një pjesë e meshkujve ndoshta përdorin forma të ndryshme si të arrijnë ato qëllimet dashakeqe. Prandaj, motër e nderuar, vajzë e nderuar, të këshilloj që të tregosh kujdes në përdorimin e rrjeteve sociale. Dhe mos e harro atë ajetin e Kur'anit ku Allahu i lartësuar thotë wala taqrabu zina, dhe mos ju afroni moralitetit. Pra ai shkëmbimi i bisedës, shkëmbimi i bisedave të ndryshme, mund të jetë një rrugë që të çon drejt asaj veprës së turpshme. Prandaj të këshilloj që të kesh kujdes, e lutë Allahun e lartësuar që të na ruaj të gjithëve. Amin.